Ndodhemi në Konispol, qyteti më jugor i Shqipërisë, i cili po kthehet gjithnjë më shumë në një destinacion turistik tërheqës. Pozita gjeografike pranë kufirit me Greqinë, klima e ngrohtë dhe natyra e pasur e bëjnë këtë zonë gjithnjë më të preferuar nga vizitorët të vendas dhe të huaj. Turistët vinë për të zbuluar një vend me histori, tradita të ruajtura dhe një identitet të fortë kulturor. Konispoli ka shumë atraksione që mund të vizitohen. Pavarësisht dhe pa përmendur jo vetëm natyrën që ka një relief të mrekullueshëm, ajo që unë do theksoja dhe do përmendja është shpella e Kreshojt që mendohet të jetë 27.000 vjeçare, kështu që është një atraksion që padyshim vlen të vizitohet. Absolutisht, dhe ato plantacione ngjallin një kurreshtje të madhe tek turistët e huaj kryesisht, pasi ne mund të themi me plot gojë që jemi bashkia që kemi plantacionet më të mëdha të portokalleve dhe të manderinave. Konispoli është i njohur për trashëgiminë e pasur kulturore dhe për plantacionet me agrume, sidomos mandarinat, që mbulojnë zonën dhe i japin një karakter të veçantë. Gjurmët historike, kultura e vjetër dhe festat tradicionale janë një tjetër element që tërheq gjithnjë më shumë vizitorë që kërkojnë përvoja autentike larg turizmit masiv. Rritja e interesit për zonën është një mundësi e madhe për zhvillimin e turizmit lokal, agroturizmin dhe ruajtjen e vlerave tradicionale. Konispoli është sot një shembull i qartë se si një qytet i vogël mund të shndërrohet në një pikë të rëndësishme turistike, fal trashëgimisë, natyrës dhe njerëzve të tij.